ne këtë dëndarjen mes Albinit dhe Vjosën e kemi këtu veç kur është hapë që thojnë lula apo drëndafili, historiku i Vjosa Osmanit ka nisë në vitin 2023, kur zonja Osmani u largua pak nga petku ku me shku Albin, në sa ora me shku Albin, apo shkojnë bashkat shkojon, kur filloj të merë vendime të veta dhe të del nga petku i vetë vendosjes dhe nga regjimi i Zotrit Kurti, atëherë filloj të mirët sa më afer me Erdoganin, ku i ofroi disa njohje për Kosovën që kanë qenë të mrekullueshme, të befasueshme dhe sigurisht jo çdo kush kish mund të ofronte dhe kuptohet ajo që duhet të pranonte njohjet ishte ministre e punëve të jashtme zonja Gërvalla, por realisht ajo e kuptonte njohjet e shtetit Kosovës vetëm nga Radio Mitrovica. Jo nga leadershipi apo pozitën ku e kishte. Kjo është inati kur zonja Gërvalla theu hapësirën e ngushtë mes Vjosa Osmanit dhe atëherë krahu i Gërvallës dhe i Zotri Pecit iki në taborin e vetëvendosjes, sepse zonja Osmani tashme e pa si diçka zgjedhore dhe të parëndësishme zonjën Gërvalla, thjesht një ushtrues detyre një pozicioni dhe ku është sot Guxo, unë them më shumë ka kryetar Guxo se ka antar. Që është vetëm një parti që ka kryetar më shumë se sa antar. Dhe kjo parti më o shu. Sulmi dytë që Vjosa Osmani kaloi kundrej që Zotri Kurti mos ishte arritja e zonjës Osmani në taborët ndërkombëtare. Arritja me pjesën e miqësisë me Emiratët, tërheqjen e donacioneve ndryshme, marrëveshjet mirë miqësore me Turkinë, marrja pjesë në samitet ndërkombëtare ku Zotri Kurti u pake vetëm si hije e shtetit kurse liderja u pa që ishte zonja Osmani dhe ajo